Vlera e kohës dhe shfrytëzimi i rinisë. Pasuria e humbur mund të fitohet përsëri. Një punë e humbur mund të zvendësohet, madje edhe shëndeti i dëmtuar mund të rikthehet me kurim. Por ka një gjë në këtë jetë që, pasi ikën, nuk kthehet më kurrë, pavarësisht sa pasuri apo pushtet të kesh në dorë. Ajo është koha. Secila ditë që perëndon është një pjesë e jetës sonë që largohet përgjithmonë. Në një botë të mbushur me zhurmë dhe njoftime të pafundme, ku vëmendja na vjedh në çdo sekond nga ekranet e vogla, ne shpesh harrojmë pyetjen më kryesore: me se po e ushqejmë të ardhmen tonë? Apo e jetojmë jetën? Apo thjesht po kalojmë kohën? Allahu i madhëruar, për të na treguar peshën e këtij dimensioni, betohet për të në Kuranin e shenjtë në suren El Asr. Pasha kohën, me të vërtet, njeriu është në një humbje të sigurt, përveç atyre që besojnë, bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri tjetrit të vërtetën dhe i këshillojnë njëri tjetrit të durimin. Surja Asr 1:3. Shihni se si krijuesi e lidh shpëtimin e njeriut me mënyrën se si ai e përdor kohën. Koha nuk është thjesht një numërim orësh. Ajo është kapitali ynë i vetëm në këtë tokë. Çdo sekondë është një tull që vendosim në godinën e përjetësisë sonë, e sidomos rinia. Kjo periudhë mbushur me energji, forcë dhe me mendje të kthjellët është amaneti më i madh për të cilin do t'i japim llogari. Pejgamberi Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, na e tërheq vëmendjen me një paralajmërim që duhet të resonojë me secilin nga ne sot. Shfrytëzo 5 gjëra para se të vijnë 5 të tjera. Rinin tënde para pleqërisë, shëndetin tënd para sëmundjes, pasurin tënde para varfërisë, kohën tënde të lirë para se të zësh me punë, dhe jetën tënde para vdekjes. Ne shpesh e hedhim fajin e dështimeve tona rrethanave, por në të vërtetë, diferenca mes suksesit dhe dështimit, mes paqes shpirtërore dhe pendimit, qëndron te zgjedhjet e vogla ditore. Kur zgjedhim të flasim diçka të dobishme në vend të përgojimit, kur zgjedhim të lexojmë një libër apo të mësojmë një aftësi në vend të lundrimit pa qëllim në rrjetet sociale, ne po investojmë te vetja jonë. Në një hadith tjetër të rëndësishëm, profeti alayhis salam na rikujton se ditën e gjykimit askush nuk do të lëvizë nga vendi pa u pyetur saktësisht për këtë burim. Por jetën e tij se si e ka kaluar dhe për rinin e tij se ku e ka konsumuar. Mos e lë të ardhmen tënde në dorë të rastësisë apo të përtacisë. Çdo mëngjes që zgjohesh është një paqe e bardhë që Zoti ta jep për ta shkruar me vepra që mbeten. Mos prit të bëhesh i moshuar për të kujtuar Zotin, e mos prit të humbasësh shëndetin për të vlerësuar forcën që ke sot. Koha që ke në dispozicion sot është dhurata jote më e madhe. Përdore atë me urtësi sot, para se të bëhet një kujtim i mbushur me pendes nesër.